Diskutimi hapur, energji pozitive dhe histori të padëgjuara më parë. Çdo javë jemi me ju me informacione dhe rrëfime që na frymëzojnë. Përmbajtje me vlerë që ju bën pjesë të një bote plot inspirim. Bashkoni me ne sepse çdo javë kemi diçka të re për të zbuluar. Çdo histori fillon këtu. Eksperime vjen çdo javë në drejtimin e Majlinda Kovaçit. Malli për nënën. Nën, më ka marrë malli për përqafimin tënde të ngrohtë, për fjalën tënde të ëmbël, për besën dhe shpresën tënde të fortë. Në shpirt ndjej shprasësinë tënde, prej nga më vjen diçka të ftohtë, o shpirt e bardhë si të ëmbël. Mbram, prap më erdhe, më ledhatove faqet, mi puthe sytë, më këndove një nudhën për gjumin e qetë, më mbulove krahët si fëmijët të vogël në djep. U gëzova që të pash, u përpoqa të flas, desha të përqafoj. Shumë që ka pata me të pyet, shumë që ka pata me të thanë, shumë që ka pata me të lyp, shumë që ka pata me të dhanë, goja mu qep, e ti u largove si një puj e lehtë. Qka më mbet? Mbylla sytë, andërën ta shijoj në vije. Po, borçli mbeta për të thonë, elhamdulillah, elhamdulillah, që dikush mendon për mua, që dikush përdore më mban. Eksprime në kësaj radhe nuk mund të nisni më mirë se sa me njërin nga fotografët më të vjetur të qytetit të Vushtrës dhe poetin e jashtëzakonshëm Nesim Isfaju. Agja Nesim, faleminderit shumë që ke ardhur sot. Faleminderit edhe për ftesën që na keni bërë. Agja Nesim, ju jeni njëri nga fotografët më të vjetur të qytetit të Vushtrës. Keni fotografuar thuaj se çdo event që ka ndodhur për dekada me radhë në qytetin. Por si e kujton fillimet e fotografisë dhe me çfarë aparati keni filluar? Po aparatin prej 7 vjetëve kënej dori kom, se aparatin ka pas migje aparat, ty e pa migjen ty e punue, kam qenë gjithmonë mbas të dhe jo ma frue, edhe unë me dëshirë që diçka me kuptu dhe me ditë se çka është aparati. Prej 7 vjetë kënej bashkë me migjen, me aparat në dora, po që kemi mujtë, diçka kemi fotografue. E cika e thash që keni qenë... Po aparatat kanë qenë thjeshta, nuk jonë sikur këto të sotit për shembull, se në aparatin me përdor atëherë ka qenë edhe një punë mjeshtri e madhe, se për çdo kohë, për çdo mot, është dashur me rregullu ekspozicionin, dritën për diell tjetër, për hije tjetër, për kohën e shiut tjetër. Kam varë prej mjeshtrisë, të në larkëshin metrazhën për shembull, kthellësinë e fotografisë, ishtë dashur me sy me e matë që me ditë sa është larkësia prej tjetë objekti që fotografon, e me dalë cakt fotografia e kthellët. Agja Nesim, so ka qenë e vështirë me punu me këso lloj aparature dhe sa është sot e vështirë ose sa është më e lehtë? Bardhëzi me punue ka qenë në tërë, laboratori me punue, edhe me gjanat kemikale. Po kemikalet u duke vetë në e pregatit, për shembull zhvilluesi ka pas 5 elemente tjera për me bo zhvilluesin, për me fiksua tjetër, e ndërmjetësimi i tyre ka qenë edhe tjetër. E këto vetë u duke me pregatit, edhe besa na kushtojke. Shumë herë nuk më ishim me gjetë nga që atër çdo element u duke me ble damas për me bo zhvilluesin e fotografive. Po ndonjë event familjar ku keni qenë, a ju ka rastis që do me thënë shkoni për fotografi edhe ndoshta moti tjetë më ndryshe se që keni parashikuar ose t'ju ndodh diçka e jashtëzakonshme aty? Rastet, si mas nevojës që ka qenë për shembull qytetarja, për kujt i ka bo, na kemi bo edhe si punë, si nevojë për atë kohë. Po. Për me punu fotografiet, për shembull, u duke njëherë me la filmin, me tjerë filmin,
me kopjue fotografijat, me la fotografijat, me tjerë, me pregit atër me dorëzue mështeriut. Po, kur ke fillu me umer me fotografi, qka të thanë familjartë? Familjartë, qytetarët ma shumë të kanë qenë, për shembull ato që kanë pas darsma, kanë pas festime, diçka që kanë pas mundësi me bo fotografinë. Besa edhe shumica që s'kanë mujtë me marrë një fotograf për me bë foto. Gjithë kësh ka pas që bare një kujtim me pas. Se gjdo darsëm apo gjdo bledhe që kanë pas diçka për shembull, fotografisën e kanë thirë një ditë apo 2 ditë për para kanë emru që në ora sa qysh për me orë për me fotografue. Që edhe ata për para mu pregatit për mu fotografue shumë, se atëherë jo nusja, jo diçka mu veshë si ma mire, diçka kanë mu pregatitje para se mu fotografue. Por që do me thënë, pjesa e fotografimit ishte gogja me gjatë se sot, apo jo? Pa, sigurisht. A mundesh me na përshkru se si ka qenë, do me thënë, i gjithë përgatitja për një event për të pasur një fotograf të asoj kohë, kam fjallë? Fotografisti gjithmonë ka qenë gati për shembull, po si mbas ftesës si kanë thirë, edhe e kohën kur kanë caktue për me fotografu. Për në fotografisti, se atër shumica këto drita nuk ka pasu, duke ja me marrë një reflektor, ja me shfrytëzue me ekspozicion të gjatë që për me bëjë fotografinë e kjartë. E këto mjeshtria e fotografit ka qenë shumë ma vështirë se sa që jo tash. A Gjanesim, po sot do me thëmë përdoren programe të ndryshme për t'i reguluar fotot. Po atëherë, a kam pasur dëshirë njerëzit që t'i editojnë fotot, t'i regulojnë pak sa? Atëherë, kryesore ka qenë për shembull, këto që kanë qenë për dokumenta, këto që kanë qenë portreta, ato u dushke me retushu. Për dokumenta që kanë pas, që kemi pas leje me regulue shumicën. Po, sa do ku do na pak i kemi shtue se gjithë kuj, diçka i ka munguën, ato që na me nevoja ka bo që për me plotësue ato. Diçka në pamjen e tyre, ka ndosh diçka me ndryshu, po. A Gjanesim, ju e keni edhe një poezi lidhur me këtë shumë të bukur. A mund të na thoni? Po, e kom një poezi, për shumë fotografisti, se atëherë retushi ka qenë puna kryesore. E këto me të regue shumica nuk e kuptojnë. Po këto fotografisti me laps ushdart me plotësue gjitha ato e që besoj që ka marrë shumë kohë, apo jo? Ka marrë kohë dhe koqa shumë ka marrë po edhe punë precize. Se që ato që e bën njerë me laps, për me rritë pak ma tepër, a e shetë në shesh ma tepër atë dopsinë e fotografisë. Fotografisë. Një poezi, thot, fotografisti, sytë mu hargjuen të e të ndreq tyje, juve, sytë mu hargjuen duke ju retushua, rrudhat e ballit duke ju mbuluar me dorën tim të letë. Unë ju gëzoj, me bukurin që ju japi me lapsin tim magjik, me dritat e reflektorave të mi ju baj artistik, po ju pse ma shtroheni? Jo, e di, ju ka anda bukurit të keni. Mereni pasqyrin, shiqoni vehten, barazojeni me fotografi, korrigjoni gabimet dalin nga dare si një ortografiri, rrudhat e ballit aty nuk janë, vijat në ftyrë të gjitha zbuten, dhe shumë gjëra të pa dishëruara me dorën të më zhduken. Unë jam fotografist, unë jam artist. E këto përmirësime, fotografisti ka marrë një përparsi për shemb për mysteriu se sa do kudo gjithë kur e sheh vetë që pak ma ndryshe, ma mirë, valla po më pëlqen fotografia. A ndonjëherë ja jep, valla s'po më pëlqen, nuk jam dal mirë. Ai vërtet që ashtu është, po fotografisti shumë gjona ka shtu e ka bërë që për më dok ma e ato
vlerën e ty në vetëm fotografistja dhe në njështëria e qmon kur që e shë fotografinë më atyri, vjen edhe për zdyti herë për më fotografue. A në vërtet, ato jonë mungesat e njerëjur që dishon me pas e nuk e ka. A gjanisim në një farë forme, apo i bjen që sot ne i gënjim pak sa vetën me disa fotografi të edituara që kem dëshirë t'i përdorim në për rrjetet tona sociale? Shumica prej atyne tash, cilën tek që shpro fotografia të edhetra, në selë që një shqyqim din vetën një farë ngrosie, një farë kohë që i vetë e përcjedh kohën e kaluar deri në kohën e satshme. Nëse një fotografi e sjell një klient juaj shumë vite më parë që keni realizuar ju, a e njeh një fotografi tuaj edhe nëse nuk, do me thënë nuk është mbi shkrimi yt? Shumë ishen e njohë, po 99% e di që fotografit, po shumicën e fotografiave të mija, për shemë, se me thonë 90% e ma tepër fotografiave, prej me e kanë qenë, po shumica po e shfrytëzojnë, po mu kur gjës po më pengon, po disa po e shfrytëzojnë edhe... Për të marrë atribute për vete, po thonë? Për vete, a disa po e përmendin, për shemë, se shumica për tyne, që fotografia është prej nësimi Spahiut, po edhe shumica po e shfrytëzojnë, pa e përmend, pa e të e marrë nevën vetë, të e përvecue. A gjanisim, a keni fotografi të vjetra të qytetit të Vushtrës ndër vite që keni realizuar? Kom shumë fotografia dhe shumë të tjera për ditë, po e mbledhe për të tjerëve. Do me thënë, po e mbush një arkivin tuaj nga ato që kanë qytetarët. Ato që kam bë për para, e thashtë që dedikat nuk kam pas. A ka ndonjë personalitet ose ndonjë njeri të dashur që e keni fotografuar edhe që ajo fotografi të kthen pas në kohë? Këto njerëzit e pleqt apo gratë, duhet që interesant që ka qenë, gjithmonë kom fotografue. Që ato bile kanë betë si personat më të mirë që tash e lypin dikush me pa për shembull, jo do hoxhallar, jo do pleq vjetër, jo një njeri që ka qenë e kur e shef fotografi që ka qenë kohën kështu këtu me njerë e merë atë njeri unë parasysh që kur me konë tash me pa edhe me të mu takue. Kur fillove me fotografi, a ju pëlqejke qytetarëve ky profesion goxha i ri? A e përqafuan shumë shpejt si profesion, apo ishin paksa me rezerva? Qërtash, me që ato aparata, me që ato mjetet që kemi punu, dhe jo pak, po kemi shfryzu deri në maksimum. Se për çdo kohë, për çdo orë, u duke ekspozicionin me ndryshuar, për shembull, del fotografon diell duhet ndryshe, pak ndje me fond duhet ndryshe, e ato kanë luajtur rolin kryesor për kthjellësinë e fotografisë. A kishit kontakt me fotografë të tjerë, qyteteve tjera? Kemi pas me këta të Mitrovicës, shpesh, Mitrovic, Prishtinë kom pas një fotograf me to që shpesh kemi marrë, jo diçka material prej ti, jo diçka kemi edhe unë, po pak qështën, Mitrovic kemi pas zymin pak, me to shpesh herë kemi marrë material prej ti. Do me thënë, në atë kohë ju duhet të ruanit edhe sa fotografi i bëni, apo jo? Sepse sot, për një photoshooting, ndoshta bën 10-100 fotografi, por më parë ju e kishit shumë të limituar. E pa që ato që po muj me ru, tash po mundohem me bo një arhiv për që aty në gjetërve, sa po muj me mbri, për ditë po e shrydzojmë, që po na bje ndorë diçka, po e përsërisim. Në Vushtre, do më thënë, ju kishit 80 vjetorin artistik të uajen. Po, dje kemi pas promovimin e librit të përkthym turqishte.
Do me thënë, një pjesë e arkivit tënd është edhe në Turqi, apo jo? Ka shumë fotografi që janë në Turqi. Po, se prej 56, se kënej shumica, elita e vushtërës janë shpërngur për Turqi. Turqi, po. Gjithë ato Fotografit i kanë marrë me vete, besoj. Kanë marrë për vete, gjithë ato pregatitje që u duke për më përsjedh, u duke me fotografu familjarisht, dama, se gjithë të... Cili event ishte më me qefi juaj? Do me thënë, kur ju thoshte dikush që do të shkojmë në një dasëm ose në një aheng, cila ishte aja ahengu që ti shkojmë më shumë ti me qef? Neve, shumica që kanë pas shpijat me të mla, shumë ma me qef kemi fotografu se ka pas ko, apo ka pas larkësin, ka pas shumë edhe që s'kemi mujtë mu largue për me fotografu grupin, apo që diqka. Shpesher kemi bo 2 fotografi për me bashkue, për me bo një... A nësim ju keni shumë vite karierë në fotografi, pa ju ka ndodhë ndë një gjë pazakont, për shembull, kur keni pasur dikun për të fotografuar diçka? Ka pas shumë raste... Okej, a ka diçka që mund të shmenaci? Ka pas mundësi që kemi fotografin që fotografi artistike, po mështërijet nuk ka pëlqyje. Ka pas shpesher që mu më ka ardhë rëndë me dhonë, a i ka thonë shumë njëre ke, shumë, pa i rastet të ndryshme ndugoj munden me ndohë. Do me thënë, jo gjithmonë jam pritshmërit me realitetin të njëjta. E pa, interesant është që mështëria gjithmonë ka kërku diçka ma tepër se që ka edhe ma bukur me konë se sa që është vetë. Një farforme po i bie që jemi kompleks me pa vetën qysh jem, apo jo? Pa sigurisht. Kur fillove pastaj me librat? Pa në me libra, ke pas një farë mësuesi që atëherë ju botu në disa vargje, Djetën e re, e ajtu në recitu poezit e tyre, edhe në fillum me përsërit, e shpesh ty e lezu, se atëherë edhe ne për këto mbledhjet që u bojshin, u këndojshin ilahia, po ato jonë vargje do me thonë që kanë pas vlerën e tyne një gjë për në, po edhe atë kanë qenë një do farë poezi që me shpirt ke ndigju e të, e si mbas atyne shpesh herë kom mujtë diqka me vrejt, apo ty e lezu ato kom pa që kom mujtë edhe diqka me shtue, apo me ndryshue. E bas atyne kom fillu edhe vetë disa vargje me shkrue, po kur s'kemi mendu që na vjen kojë ndojherë për me bo ndoj përmledhje dhe qka, e nuk dikshim me rujt, shumica kështu shkun... Po, shkun dëm. Cili nga bashkohnikët tuaj, do me thënë me kënd më shumë ti keni mbajtur kontakte saj përket çështjes së shkrimeve, do një autor të Vushtres, të Mitrovicës, apo edhe më gjerë? Vushtrik ka pas, kemi pas një shoqi, Ratshideda ka qenë atërë, kemi pas shpesher që të mbramje letrare, ku marë pjesë, qështu diqka kur u bëjshke, pak si maral. Atër, besa shpesh filloj të në rilindja, bujku, gjdo ja u gati dirë ke ka një poezi për fmi, e që isha edhe ato si për mahi, po u botë i ke, sa do kudo na vike një par knaqësie ndishim kur dishim që po u botua, po që shpesh qerbile unë pa dit, ma që është dikush, nësi ma bej, thë, tu ka botua që këtë vjesh. A thëmë në sekund vëlla, të në dikur, po sa do kudo vike një, dishe një par knaqësie që po botohen. E da, që ato vonë fillu me mbledh edhe për me pregatit për botim. Po arkivi si fotografis ashtu edhe i poezive në kohën e luftës, a është dëmtuar shumë? Shumë prej tyne janë dëmtuar, negativat, kjo aparatat, se kom pas aparatat që thonë vjetra, shumicën e vjedhën, shumicën e shkatruan, kur u këthim se na ikëm njëherë për Macedoni, shpine kishin bo halakom, se thonë gjithë s'ka rëzum në tonë, e qka mujtë me
Shpëtu, keni shpëtuar apo jo? Shpëtume dhe tash, po e mbledhëm që ato trohat për me bo një koleksion me pas ma tepër. Në kohën e pas luftës, a ishte pastaj e vështirë riorganizimi për të bërë fotografi? Deri mbas luftës, punojshë me qito bardhezi, u lajmënun që këtë digitali, po nuk kishim besim deri të, po duke po dasht në undesht me pranue digitalizimin e fotografisë. Se edhe ma lirë nga kushtoj ke edhe ma let me punue vetëm prej hemikalijeve që u pëshështin për atin e tjerave, mjaftoj ke. Për juve si fotograf pastaj me përvojë të madhe, a ishte më e lehtë të kalonit në pajisje digjitale apo më e vështirë? Jo, shumë më lehtë, po edhe neve dasht në undesht me përveçue këtë teknikën e re. Besa edhe kemi, këgja shumë jemi mundue për me, kemi punue shumë për me përveçue shumë gjona. Po ka edhe shumë gjona tjera që duhet hela me mësue për përdorimin e tyne. Po një fotograf i ri sot, me një fotograf të ri të kohës tënde, qka ka ndalime, përveç pjesës së teknologjisë? E tash, shumica e kanë telefona, shumica e kanë aparatat, edhe ka bo një fotografi, livdohet me të kujton që ka bo diçka të mirë. Apo, tash për shembull, që ato fotografit që e bërë, nuk e kanë në vlerën e tyne që kanë pas dikur këto fotografit e vjetëra. Të në shumica nuk përrujnë. E kanë telefon, për shembull, me urzu telefoni, ato kretë po hupin, po jetë pa, fotografi me bo, shumica tash ma pa posh, edhe shumica tash kanë fillu e po bojnë, jo qipa, jo është për me rujt, ja CD-a, ja diçka që për me pas, ato po, fotografin me pas, apo si albuma që këta, shumë ma pak se për para që e bojshin. Do me thëmë, por në një farë forme edhe ju, kur keni filluar me fotografi, nuk është se ka pasur shumë mundësi për t'i ditur teknikat, apo jo, sepse ka pasur shumë pak fotograf. Atëherë vetëm, u që ditë që në që shbohet në terbile me punua, po dritë kuqe, dritë verdë, për shemë, kemi po gjeri për ato po përvetëson. Të në gjithë mund, ato fotografijet kanë qenë aqë precize, për shemë, një sekund me lonë ma tepër prishet, një sekund me lonë ma për para, edhe një mungojnë atë ngjyrat e fotografijave, kretë atyne, kretë me kodë saktume, me precis veqen për me punue. Të në besa, larja e fotografijave, shumica e fotografive, tash që e mërë disa jonë zbalë, jonë zhytë, jonë diqka, të me thonë edhe ato jonë dopsia e fotografistit, se ka la sa duhet, apo se ka bo punën tamam që duhet në fotografi. Do me thënë edhe atu duhet të jetë koha shumë precize. Po sot, kur e kujton gjithë karierën tënde artistike, sepse në të dy drejtimet është artistike, qka do të ndryshoje diçka nga e gjithë krimtaria yte? Ose a ka diçka që do të ndryshoje? Tash, shumica po fotografojnë, po na binë neve për shumë, na po e kopjojmë, po edhe shumicën e prej tyne, neve apet diçka aty në fotografia, po jashtojmë, adin se gjdo, kur që po fotografon me telefon, ja diçka, janë gjyrin, ja diçka, kur na e qesin projektor për shemull, mundem me jashtu edhe shumë gjyrat me ndryshu për me dhonë si atë pamjen që duhet për shemull. Për me jep efektin e dur, apo jo? Do më thonë, edhe është një parretushi, po ato varet për fotografistit. Disa fotografista e bojnë, për shembull, shumica bojnë 50 cent në firmë, disa e bojnë 30 cent, po ai fotografisti që i bojnë ato, do më thonë, diçka ka punun to që për me, që ka kushtuar diçka më shtrejt. Ndonjë këshill për fotograf të ri? Duhet me ru çdo fotografi, se çdo fotografi është
historinë vete. Me një fotografi, për shembull sot që e bon, mbas 20 vjetë, që do tjetë me atë fotografi, kur kush nuk e din. Varet, kryesor është me rujt, se çdo fotografi është historinë vete, e ky njeriu është një arhiv, një pasfyr e jetës e tij. A shikoni shpesh arkivën tuaj, do me thënë të shumë vite më përpara? Shpesh herë e shikoj edhe shpesh herë kthehna dhe mendoj, a ka qenë kështu për shembull, duket si një ëndër jeta që kemi Ka kaluar. ndryshuar shumë apo jo? Tona shumë ngjarje për shembull, shumë dashma që kanë qenë kur e shoh atë njeriu apo për shembull, i ri ka qenë tash u plak, thom a bëhet me kaq njeriu me ndryshuar me pas vetë ndryshe. Po ato janë krejt kujtime që thënë rrota apo sillet, njeriu po ndryshon. Tash një fotografi që kom fotografu për shumë para 30 vjetë, tash kur po shoh njëjtin person me ato, po thëmë, a bëhet ky njeri me kon qaj që ka qenë. Në një farë forme e gjithë qyteti juaj besoj që ka kaluar në përmjet objektivit tuaj fotografik apo jo? E pa na shumë gjana kemi këshirë në për objektiv, në për aparat, po edhe shumë gjana po aparat kemi mujtë me përcjell njerëzit edhe me përcjell kohën në të cilën kemi jetuar. A ka diçka Agja Nesim që ti e mban mend për qytetin e Vushtrisë me anë të një fotografie që e ke shumë për qejf? Tash që me fort, shumë njerëz atë që e njohim, për shembull shumica nuk jonë, po shpesh herë na vjen në dorë një fotografi para 30 vjet. Mendjer e marrim dhe e përsëritim atë njeriun që ka qenë ky njeri kështu, ka qenë ky njeri kështu, këto ka punu diçka, me anë fotografisë e përkujtojmë atë kohën që ka jetuar ai dhe na vjen një farë nostalgjie për kohën që kemi. A vjen ndonjëherë ndonjë familjar edhe me të kërku ndonjë foto që ti ndoshta nuk e ke, por që ta kërkon për ndonjë familjar të tij që ndoshta edhe nuk është më në mesin tonë? Pa çdo familje, për shembull, kanë fotografiat bie, po ata që kanë shumica përryn dhe për veta, dhe shumica nuk, besa shumë gjana dhe shumë gras kanë pas qef me paraqit fotografiat tjetër kush me pas. Ka se në gjithë kush, mshet ka banë për vete fotografinë. Për shumë do vajza, do dikuj tjetër me i tregu, për në punë fotografinë tonë, tash dikuj me i thonë që, adin, ti me njerë ke reagua, për ke darë diqka, pse me më falë fotografinë, pse me, asot, ma lirisht, adin, me fotografi, po. E pse ekziston të kjo? E pa, gjithë kush, se ka pas një farë, tute apo një farë frige që mos me shfrytëzon për punë të këqia fotografinë e ati që ke. Që është fotografuar. Agja Nesim, diçka për fund nëse ke për të shtuar edhe ndonjë poezi tëndën e mirëpresim për shkak se ne gjithë që i lexojmë poezitë tua ato me të vërtet janë poezi nga shpirti dhe janë të jashtëzakonshme. Kur gjë tjetër, ç'a më thon. Me poezi apet herë do kudo që thënë po mundohemi, po e shfrytëzojmë rastin do jashtë, qa po na bjen, po e shenojmë, po e tash sa po mujmë me dhonë, a i varet prej leximit të lexuesve. Ndoshta personit që më shumë ti me qejf i ke shkruar poezi, besoj që është ajo e nënës që e patëm pak më herët, apo jo? Po, edhe një poezi për nonën. Të dua non, kërkoj fjalë, kërkoj shprehje për të thonë diçka të mirë, diçka të bukur, diçka të madhe, finale për ty non. Diçka me vlerë, diçka që dihet për nder, diçka si qelç që qel çdo derë, diçka që të bën të gëzueshëm për herë, diçka që të bën me famë,
diçka që askush s'ka thonë, diçka që dashurisë i ngjon, diçka për gjithmonë me lanë, diçka që për vete të bon. Prandaj, ju lutem, cila është fjala më e mirë? Cila është fjala më e madhe? Cila është fjala më e ëmbël? Cila është fjala më e bukur? Cila është fjala më e zditshme? Cila është fjala më e lirë? Cila është shprehja më e drejtë? Cila është shprehja më e thjellët? Cila është shprehja më e shtrejtë? Cila është shprehja më me vend? Cila është shprehja që vlen kuvent? Të gjithë ikën vetëm më lanë, pos fjalës të dua mujnon. Me këtë poezi të mrekullueshme, po e mbyllim këtë eksprime deri në eksprimin e radhës, bashkë miru pafshim. Diskutimi hapur, energji pozitive dhe histori të padëgjuara më parë. Çdo javë jemi me ju me informacione dhe rrëfime që na frymëzojnë. Përmbajtje me vlerë që ju bën pjesë të një bote plot inspirim. Bashkoni me ne sepse çdo javë kemi diçka të re për të zbuluar. Çdo histori fillon këtu. Eksperime vjen çdo javë në drejtimin e Majlinda Kovaqit.